Vitën para, në pabesi, kjo lloj familje, rëmbet, ose më rëmbejnë vajzës, me mashtrim, pu martesë. Pasi çdo gjë në fillim nuk fola, për respekt, ose për turp, kundrejt, tërfiet që mi njifte, do të thotë që ti nuk e jaft, që ti ku vajzë nga shtëpia, dhe kjo është e vërteta. U detyroja në Shqipëri dhe bera, mu të them, paqe me fëmijën tim. Dhe u largoha përsëri dhe çdo gjë po shkonte gradualisht shumë mirë, se kjo është e vërteta. Mbas pak vitesh u lindi fëmijë, nëse e të rroj, Noemi që është një fëmijë mrekullueshëm, që ka bekuar Perëndia dhe jo unë, fillon grindjet ish dhëndri, ose ky lloj plere e shoqërisë shqiptare, që mund ta quajmë, fillon të trahton edhe erën fotografit dhe shumë veta po thoshin që u konstatua dhe me fakt. Dhe vajza merr djalin telefon dhe i thot, ktheu, hajde me merr se nuk rri me këtu se im burrim po breth me të tjerat, unë nuk kam se rri me këtu. Dhe vjen në shtëpi. Mbas 5 ditësh, se unë nuk ndodhesh në Shqipëri, vjen dhe kërcënon shtëpinë time me armë. Mi vjen një pler e shoqërisë fjerakës dhe shqiptare, kërcënon shtëpinë time me armë. E pasi arrestojnë, fillon e jema, që është një sop ignorante, më mashtruese, më intigrante, filloi që gjoja armën herë e parë kishte marrë në shtëpinë time, që unë e denuncoj publikisht në prokurorinë shkallës lartë dhe në gjykatën e lartë për mashtrim. Ka dalë në televizor edhe që armës që e marrë shtëpinë time. Atëherë policia e Fierit, nga krimet, nga rendi, pse nuk kontrolloi shtëpinë time? Pse nuk u kontrollua shtëpia ku ishte gjetur arma? E dyta, deklaruan që unë kisha ndërhyrë në prokurori për ta çuar tek në Zari, ku që nga një buk i çmendur. Me gjithë to armë, me gjithë to provë, me gëzhoja, merr peng shtëpinë time. Armbare pa lej, rezistencë opinionit publike, gjithë to gjëra. Ky zoti prokurim, zoti Shirim, si në i biri kujtim si dhe ajrijës. Unë e denuncoj publikisht, jo sot, nuk e mbaruar akoma, dhe zoti Piro Sota, tani me një ndodhi e liruan, dhe iku i me bi, le të përgjigjen ata. Ose gjithë opinioni publik shqiptar dhe direkt akuzoj ish ministrën e drejtësisë. E gjithë opinioni e prokurorin. Ku ishin? Dhe e përgjithshmja mi të gjitha, kush janë këta mjekër, këta lloj sa anë pirsh, pas a lëshuar i deklarat të tillë, që ky që nga një sëmurmat shkon në Zari dhe arrin që të vi, të kthehet prapë në shtëpi, e të bëjnë ata akt që beri, me edhe krim në shtëpinë time. Unë kërkoj dënim me në litar, lere të drejtë dhe njeriu, nuk ka me të drejta me këta lloj fundurinësh. Këta lloj fundurinësh nuk ka me, pse ti mbash mbi tokë. Shumë e vështirë. Po vinte ora 10:20 dhe vajza punonte te juaj. Edhe çdo natë, kur ishte turni i dytë ose edhe kur ishte i pari, unë dilja, sepse frikën e kisha nga një njeri poshtë. Vati ora 10:20 unë duke e hurosur, le hekurin dal në rrugë. Kur isha ulur tek arrigja, më duke nga frika që ai ka bërë terror në shtëpinë tonë dhe vjet, sepse ishte edhe motra e Zanit me gjithë fëmijët, ishin gati 8 veta plus familja tjetër e kunatit që dolën. Edhe ai me kallash, ishte hera e dytë që vinte në shtëpinë tonë. Unë e kuptova direkt, kur erdhi vajzën e prita, erdhi brenda, më tha çka për ngre, në ul, po hante buk, ishte me buk në gojë. Unë po vazhdoja punën, sepse dhe vetë punoja. S'kisha kohë. Sa e pash që do hapte derën, e jashtme se po prisja djalin në fakt, se s'ishte këtu me kushërinë e parë. Kur ai e hapi derën, thash mos, ky do jetë këtu. Kur hapi derën, me kallash. Thash, e mora me të mirë, të lutem, i thash. Para 10 muaj ishe në burg, i thash, të lutem. Pa të parë njëri, thash, mere këtë armë dhe ktheu. Mos më bëj terror në shtëpi, thash, se e ke bërë një këtë terror, të lutem. Ku është ajo, më tha mua, ku është ajo? Vajzën tjetër e kisha këtu në dhomë, nuse në dhomën e saj. Del nusja në atë kohë, vajza thot, ma qa është, vajza që bëhet fjalë.
Doli me bukën e pjatë në dorë. I vuri automatiku. Mos ta, doli nusja nga dhoma dhe i tha, mos e godit atë dhe se shtë të zënë. Aty po dilte vajza tjetër, ja bera me dorë largohu, se mund në vrisit gjithve. Në gjini Armando, tha për quni. Ty pastaj, ajo i tha hajde se s'ke punë me këta e keme. Sa ktheu kur rizin qupa, e godit e për shka.